Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama zhvilloi takime me drejtuesit më të lartë të Partisë Laboriste në Britaninë e Madhe. Gjatë takimit të parë me liderin laborist Ed Miliband dhe ministrin e jashtëm në hije Douglas Alexander, kreu socialist foli mbi situatën politike në Shqipëri dhe aspiratën e shqiptarëve për të integruar sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Zoti Rama u ndal gjithashtu në programin e Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare, duke theksuar përpjekjen e opozitës për të hartuar një program sa më të qartë e realist për të rritur punësimin, mbështetur biznesin, ofruar shërbime cilësore që bazohen tek nevoja dhe jo te mundësia për të paguar, si dhe për të zhvilluar zonat rurale të vendit. Gjatë takimit, Edi Rama u ndal edhe në programin e socialistëve për të zëvendësuar taksën e sheshtë me një taksë të ndershme, që do të fuqizoj shtresën e mesme dhe të varfër të shqiptarëve. Lideri laborist Ed Miliband e përgëzoi opozitën shqiptare për hapat e ndërmarrë në drejtim të përshpejtimit të procesit integrues të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe nxiti zotin Rama në angazhimin për t'i ofruar shqiptarëve një program qeverisës realist dhe detajuar. Në të njëjtën kohë, zoti Miliband ofroi të gjithë mbështetjen e Partisë Laboriste për opozitën shqiptare dhe veçanërisht për Partinë Socialiste, si partia si motor në Shqipëri. Gjatë takimit me ish-ministrin e jashtëm David Miliband, njëkohësisht drejtori politikave në qeverisjen e Tony Blair, Edi Rama diskutoi më në detaje mbi programin për një rilindje shqiptare. Zoti Miliband u ndal veçanërisht në problematikën e punësimit, mundësive për zhvilluar ekonominë shqiptare dhe përmirësimin e shërbimeve publike. David Miliband dhe Edi Rama diskutuan gjithashtu edhe për procesin e formësimit të programit si dhe rëndësinë e përfshirjes së publikut në krijimin e politikave për qeverisjen e nesërme. Gjatë vizitës së tij në Londër, Edi Rama shoqëroi edhe nga kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrimin Ditmir Bushati, sekretari për Rininë dhe Emigracionin Erion Veliaj dhe drejtori i komunikimit Endri Fuga. Jam tepër i lumtur që më dha mundësia të takohem me kryetarin Rama. Jam shumë impresionuar me vizionin që ai ka si për vendin e tij, ashtu edhe për Partinë Socialiste. Ne biseduam për sfida, siç është papunësia përballë ndryshimeve ekonomike, për sfidat sociale me të cilat përballen vendet tona dhe gjithashtu për situatën ndërkombëtare, sepse në botën moderne, çështjet ndërkombëtare dhe ato të brendshme janë tepër të lidhura me njëra tjetrën. Gjithashtu, biseduam për mënyrat për të ndryshuar partitë tona, që ato të kthehen në lëvizje të fuqishme që të prekin sa më shumë njerëz. Unë mësova shumë nga biseda me kryetarin Rama dhe pres që në të ardhmen të shoh suksesin e tij. Jemi shumë impresuar nga takimet në këtë godinë me kryetarin e Partisë Laboriste Ed Miliband, me ministrin e jashtëm në hije Douglas Alexander dhe në mënyrë të posaçme me David Miliband, i cili dëgjoj gjëra gjatë për programin tonë për një rilindje shqiptare dhe si një ndër themeluesit e procesit të rrugës programit në Partinë Laboriste të transformuar Tony Blairit, ishte një burim shumë i rëndësishëm informacioni dhe fakti që programi ngjalli entuziazmin e tij na kthen në Tiranë sikur të jemi bërë me fletë. Ndërsa mbi 2 orë me studentët shqiptarë dhe shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe, Edi Rama ka zhvilluar një bisedë mjaft të këndshme në London School of Economics. Programi për një rilindje shqiptare ishte në qendër të një diskutimi mjaft të hapur. Në pyetje përgjigjet e shumta, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka folur për mënyrën se si qeveria nesër e Partisë Socialiste do të luftojë korrupsionin. Është diskutuar në sallën e mbushur plot për plot për një sistem të drejtë taksimi që do të vendosë Partia Socialiste në qeverisjen e saj. Njërës prej pyetjeve se si do të jetë sistemi shëndetësor, se si socialistët mendojnë ta ofrojnë për të gjithë, pasi kushton shumë, Edi Rama do të përgjigjej. Korrupsioni kushton më shumë. Ne kemi vendosur se kjo nuk është çështje parash, por është një çështje e dinjitetit shoqërisë për të siguruar që gjithkush, pavarësisht mundësive, të mbulohet nga shërbimet publike. Nuk mund të pranojmë situatën siç është sot, me më shumë se 1 milion të papunë të punësuar në sektorin informal, të cilët janë në pozita që s'mund të paguajnë marrjen e shërbimit shëndetësor, pasi s'kan mundësi ta paguajnë atë. To be in the position to not have the healthcare because they don't have the money.